Në prag të ditës ndërkombëtare të punëtorëve, përfaqësues sindikatash dhe të shoqërisë civile vlerësuan se siguria në punë, mungesa e kontratave dhe orari i zgjatur janë sfida me të cilat vazhdojnë të përballen punëtorët. Egzon Osmanaj, menaxheri i fondacionit Friedrich Ebert, thotë se më shqetësues mbetet numri të vdekurve dhe të lënduarve gjatë aksidenteve në vendin e punës. Ne kemi çdo vit pra vdekje për shkak të aksidenteve në vendin e punës, që janë lehtësisht të shmangshme, po që nuk ndërmarren masat ose sofrojnë kushtet më bazike, siç janë ato që lidhen me sigurinë punë nga punëdhënësit. Gjatë 4 muajve të 2025-s, 10 punëtorë kanë humbur jetën në vendin e punës. Gersi Gashi, drejtor për zhvillim dhe hulumtim në Qendrën për Politika dhe Avokim, thotë që përpos aksidenteve në vend punishte, punëtorët jo rrallëherë operojnë edhe nëpër vende që rrezikojnë shëndetin e të cilët janë pak të mbrojtur. Në vende ku përdoren kemikale të ndryshme, mund të shkojnë sëmundje respiratore, deri tek kanceri, i cili siç po e them, nuk është studiuar në masë sa punëtorë janë duke vuajtur nga sëmundje profesionale, edhe nuk kemi ende listë sëmundje profesionale. Ndërkaq, kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, thotë se në sektorin privat nuk është zbatuar as ligji për pagën minimale. Ai shtroi edhe një numër kërkesash. Kërkesa që paga minimale duhet të jetë 600 euro sepse pjesa dërmuese e shteteve në rajon e kanë këtë pagë. Normal që do të punohet më shumë lidhur me ligjin mbi sigurinë dhe shëndetin punë, e cila nuk është bërë fare. Do të bëjmë apel që në farforme të jemi të barabartë me punëtorët e sektorit publik, sidomos tek pagesa e stazhit punës, të cilën punëtorët e sektorit publik e marrin që të gjithë, dhe ne nëse marrim në përqindje 95% të këtyre punëtorëve nuk e gëzojnë këtë drejt, a ligji i punës e thotë qartë. E në bazë të dhënave të policisë, prej muajit janar e deri në mars të këtij viti, janë 37 raste të raportuara për veprën penale, asgjësimi, dëmtimi ose heqje e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës. Ndërsa, sipas statistikave të sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, në 8 vjetët e fundit, 140 punëtorë kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës.